Hej, të dashur miq, përshëndetje të gjithëve. Uroj të jeni mirë. Sot kam një histori tjetër, të shkurtër dhe të bukur, për të gjithë ju që doni të dëgjoni. Një djalë i vogël ishte në spital pasi kishte thyer këmbën dhe duhet të rinte shtrirë në spital, ishte duke marrë sorumin dhe duhet të rinte shtrirë sepse nuk mund të lëvizte. Por ndërkohë që në dhomë kishte edhe një pacient tjetër, ky pacient ishte i moshuar dhe djali nuk donte që të rinte shtrirë, donte të ngrihej, të luante sepse ishte shumë aktiv dhe shumë dinamik si djalë dhe filloi që të qante. Ndërkohë që i moshuari përpiqet ta bëjë të ndihet më mirë dhe i thot: "Djalë, më thuaj çfarë ke dhe unë do të ndihmoj, do të tregoj një histori të bukur ose më thuaj çfarë do gjej dhe unë do të them." Dhe djali i thot: "Okej, më thuaj çfarë mund të shikosh nga dritarja." Dhe i moshuari thot: "Okej, shikoj një grup fëmijësh që luajnë, janë shumë të lumtur, janë shumë pozitiv, pastaj shikoj një pemë, pastaj shikoj një shtëpi e kështu me radhë, derisa djali në zuri gjumi dhe ai kur u ngrit pa që krevati ishte bosh dhe prindrit i thanë që i moshuari kishte lënë dhomën e spitalit, kishte ikur, por më vonë djali mësoi që ky i moshuar ishte i verbër dhe çdo gjë që ai përshkroi nuk mund të shikonte asgjë nga ato që përshkroi, pra krijoi çdo gjë vetëm, krijoi një histori të bukur vetëm për djalin që të ndihej mirë. Pra, kjo histori është shumë e bukur sepse lë një mesazh shumë motivues për të gjithë ne, që të thotë që një histori sado e vogël apo e shkurtër të jetë e shoqëruar me një buzëqeshje natyrale, sigurisht që mund të kenë ndikim në gjendjen dhe mund të ndryshojë jetën e çdo njeriu. Kështu që jeni pozitiv. Faleminderit për vëmendjen, mos harroni të komentoni, të shkruani, të pëlqeni videot dhe shihemi së shpejti në videon e radhës. Pafshim.